Presidente dhe a do ishit ju në favor që asoj t'i vazhdoj edhe një mandat? Shika, zonja Osmani ka pas situata interesante që unë për mu kanë qenë të favorshme edhe për Kosovën, por nuk kanë qenë të favorshme dhe nuk kanë qenë të mirë pritura, do të thoja nga kryeministri i Kosovës. Por ka pas të metat e saj, sepse kryeministri i Kosovës, ose presidenti i Kosovës, ose presidenti, asë është me rëndësi, është femër a moshkull, por një ndër obligimet e saj kryesore është përfaqësimi dhe unifikimi i qytetarëve të Kosovës, mos me thani veç i shqiptarëve, po i gjithëve. Dhe politikat e saj nuk ka qenë, veprimet e saj nuk ka qenë të paktën bashkëpunuese në vizualisht me opozitën. Pse po e them kënë? Në të gjitha udhëtimet që i ka bërë presidentja, nuk kam rastis asnjëherë në kamera me pa që e ka marrë dikën të opozitës me veti, sepse ne themi, ose një deputet me veti, se ne themi që parlamenti e mbikëqyr qeverinë dhe gjitha organet ekzekutive, për dallim nga presidentët e tjerë gjithka të botës, kur jo veç që marrin pozitën edhe opozitën me vete, dhe marrin edhe në takime, për ashtu takimet në 4 sy, kur se praktikohet këtu në demokraci, mas takimit përgjithshëm, X presidenti atje thot, po kam dëshirë me bisedu në 4 sy me njëri tjetër dhe largohen në një ambient tjetër, derisa delegacionet bisedojnë me njëri tjetrin, po them deputetet 2 palëve ose 3 palëve, së është me rëndësisi, ose bizniset njëri me tjetrin. As me bizneset s'ka utu kur. Kështu që ato intervistat që i ka dhënë, takimet që i ka bërë dhe fotografitë që i kemi pa shumë herë, kanë qenë fotografi o në tavolina jo formale, o në konferenca. Dhe takimet 2 palëshe me flamur, anej dhe knejt vendosën të Kosovës dhe ku djene dikuj tjetër, ka pas shumë pak. Kryeministri fare. Mirë, kryetari po. Kështu që, jo, po du masi ma kërkove. Por, ka qenë kjo periuda pas vendosjes e sankcione nga BE-ja, pas veprimeve për cilat pati kritikat mëdha nga Bashkia Ndërkombëtare dhe Qeveria e Kosovës, kjo u përpoq që ta merë primatin. Të dhe të fitoj poena dhe për veti, po edhe ta zbus pak. Para sa ka pas mundësi, ta zbus qëndrimin e BE-s, por pastaj edhe të SBA-s, lidhur me dialogun strategjik, bëri lëvizje, takime, kontakte, qoftë në Amerikë, qoftë në për Evropë në konferenca, po jo në takime, sepse kur vendosin sankcionet, askush nuk bën përjashtime. Në konferenca ti mund të atakosh këndush, në koridor, në kafe, në brenda në salë, në konferencë, mund t'jesh edhe në panel me te. Veç ka zoti Aliti edhe diçka paradoksale. Vendi që di ka pezulluar partneritetin strategjik me Kosovën, si që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, efton pastaj presidentën e të njëjtit vend, me cilin i ka të pezulluara raportet, edhe e bën vend nënshkrues, themeltar një marrëveshje si që është bordi i paqes, një iniciative. Bota duket pak është edhe çoroditur këtyre detve. Po, në takim kanë qenë ftuar gjithë president e botës. Jo të gjithë. Të gjithë kanë qenë ftuar, por disa s'kanë shku. I kanë qenë përfaqësues të vetë. S'ka qenë asnjë kryeministër i Bashkimit Evropian përveç Hungarisë dhe Bullgarisë. 2 kryeministrave. Dhe
kanë dërgu përfaqësues të tyre dhe ka bo mirë që ka shku, sepse nëse analizojmë mirë ose keq, ne jemi vend që po pretendojmë me hy në Bashkimin Evropian dhe nuk është s'kemi pse fshin ka pas përplasje mes BE-s dhe SBA-s ose Trumpit dhe vendeve të BE-s për disa çështje me të cilat kanë pas një ballafaqim shumë tegër, duke përfshi edhe atë mundësinë ose kërcënimin që ju bërë vendeve të Bashkimit Evropian që ju duhet të mbrohni vetë, sepse neve nuk do të mesim pjesë e NATO-s e Gutadione. Këtu kanë qenë probleme me cilat dhe për cilat është ngrit, do të thoja, tensioni në Bashkimin Evropian dhe po besoj që tani janë rrugë të mirë për të stabilizuar raportet prapë. Masi që shumica e vendeve evropiane u përcaktun për 5% e financimit të NATO. Edhe pse po vazhdon